Korporata Energjetike e Kosovës ka realizuar dhe planifikuar investime që të kalojnë 130 milion euro për modernizimin dhe rehabilitimin e termocentralit Kosova B, me qëllim rritjen e efikasitetit, sigurisë operacionale dhe uljen e ndotjes mjedisore, raporton Kosova Press. Projektet bazohen në studimin e fizibilitetit, masat për reduktimin e ndotjes mjedisore dhe zgjatjen e gjatësisë së njësive në termocentralin Kosova B, të financuar nga Bashkimi Evropian në vitet 2016-2017. Një nga projektet kryesore përfshin modernizimin e turbinave me zëvendësimin e plotë të turbinave me presion të lartë dhe të ulët, si dhe riparimin kapital të turbinës me presion të ndërmjetëm. Sipas Kekut, modernizimi i njësisë B2 ka dhënë rezultate konkrete ku gjatë testimeve të fuqisë generatori ka arritur kapacitet prej 345 MW, ndërsa aktualisht njësia operon me 310-320 MW, pavarësisht nga nominimet ditore të energjisë. Paralelisht, sipas të dhënave të Kekut, janë planifikuar edhe investime mjedisore të financuara nga fondet IPA të BE-s, përfshirë filtrat elektrostatik, transportin e brendshëm të hirit dhe sistemit Denox, me zbatimin të planifikuar në vitet 2026 dhe 2027.